Kthehemi bashkë në studio me pjesën e dytë të emisionit, pjesës kontaktuese ku ju të nderuar e të dashur shikues e dëgjues mund t'i bëni pyetjet tuaja drejt për drejt në numrin e telefonit përmes numrit +383 45 471 848 ose edhe përmes Viberit e WhatsAppit në të njëjtin numër. Në ndërkohë pyetjet tuaja dërgoni edhe me shkrim tek rubrika dërgo mesazh, ne ato i lexojmë si gjithmonë përparësi kanë telefonatat. Deri në përgjigjen e hoxhës në pyetjes së bërë përmes telefonatës, presim kuptimin dhe durimin tuaj. Falënderues edhe ndaj kushtrimit, falë se cilët ne dukemi dhe dëgjohemi para ekraneve tuaja, përderisa ai na bën me dije se ne kemi telefonuesin ose telefonuesen e parë, në pjesën e dytë hoxhë nderuar e nisim me pyetjet tashmë të dërguara në redaksi. Gjatë javës por edhe sonte deri më tani. Pra tema shenjat e zemrës së shëndosh, pyetjet i bëni për temën rreth temës ose gjithçka që ju intereson për dhe rreth Islamit, bashkë jemi deri në orën 21:30 inshallah. Nisim me pyetjen e parë. Thot gjysha po pyet a bën me ingret të spet, edhe a është gjëna me i gjujt ato që ne u kanë kput se ka një kesë të madhe me rruza nër kaq, s'po i gjun, se po thot kam thonë me to subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tash të savjet, Allahu ju nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Sa i përket dhikrës përmendjes së Allahut, në ka gjatë keqe nëse dikush nuk ka mundësi me i bë me gishta, për shembull, me thonë subhanallah, 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 sepse këtu 5 gishta nga 3 këtu bojnë 15, edhe nuk kthyen një herë mbrapa bojnë 30, edhe një gisht 33. Po të vjetrit nuk mund të kështu me majt men, edhe i pështjellët për shembull, atëherë gjatë keqe nuk ka edhe me ato të spit me i bo, ato të spit tradicionale. Këta që janë vjetër, këta të rriti bojnë me gishta, edhe ma në rregull është. E kur ato këputen, ato si rruza që janë, ato nuk janë shejta, ajo mashallah, ka xhelozi për fe, dën fe shumë, prej imanit e ka, se friksohet mos po abuzon, mos po kesh përdor në sen prej aty në rruzave, po do të më tregu gjyshta si do të keq s'ka me i gjujt ato dhe kur fa problemi nuk është absolutisht. Nga frika se është përmend Zoti. Vjetrit e kanë pas, domethënë një derë të madh në raport me adhurimet, një gale të madhe, sa që për çdo sen një ndrujt edhe me gishta kur e kanë bërë se ka lshu dorën poshtë. Po ka humbur të madhërohet Allah me moj dorën lart, edhe pse fetarisht bën edhe dorën poshtë me pas, nuk ka gjë të keqe. Kështu që mundet me vazhdu me të spi me thonë subhanallah, alhamdulillah akbar, krejt në rregull është, ndërsa ato që janë put, i gjunë edhe gjatë keqës ka. A kemi sevap thot në përsëritjen e emrave të familjarëve tanë të ndjerë, edhe pse po kemi jo pak reagime, mos pajtime, as rezultate edhe probleme jo të vogla nga gratë tona. Po emrat e baballarëve, vlezërve, axhallarëve, dajallarëve, gjyshërve, që kanë qenë emra të mirë, që kanë pas domethënie të mirë, është mirë me i përtri, me i emërtu fëmijët me emrat e tyre. Po nëse nuk ka pas domethënie të mirë, nëse emri i aty në paraardhësve tonë nuk ka pas domethënie të mirë, nuk është mirë me përtri atë emër. Sa i përket grave, gratë, po flas për gratë besimtare muslimane, ato do të me qenë të kënaqura për shembull, kur burri e emërton fëmijën me një emër që shfaq identitetin fetar ai emër, shfaq edhe identitetin kombëtar, çka ka të keq aty. Pse na do të me emërtu fëmijët me emra italian apo me emra gjerman apo me emra ku e diun çfarë latin, çfarë emrash? Me emra që shfaqin, që tregojnë se që ky emër është çka me përkatësi islame, për shembull emri Muhammed. Çka është problem për shembull? Nëse gjyshi i djalit e ka pas emrin Muhammed ose baba Muhammed, çka ka të keq këtu për shembull? Ose ndonjë emër tjetër, emri Ibrahim për shembull, çka shpërfaqet atë, çka tregon? Tregon për identitetin fetar. E ke emërtu me emrin e një pejgamberi që ka qenë çka? Baba i pejgamberëve. Dashuri i Allahut. I dashuri i Allahut. Njëri i veçantë, i përmendur në Kur'an. Surja përmendur në Kur'an me emrin e tij, e kështu me radhë. Pra, po, është e pëlqyer, është e preferuar,
është e mirë me emërtu fëmijët me emra të parëve, nëse ata emra kanë qenë me domethënie të mirë. Nëse ka qenë ndonjë emër që si dihet domethënia, as dikush çka është ai emër, atë nuk bën me përtri atë. Shumë e pyetjen e radhës, telefonat nuk kemi ende. Thot, a bën të shfrytëzojmë zbritjet në ofertat për të ashtuqurat festat fundvitit, na bëhet si shpesh kjo pyetje, dhe të ashtuqurat ose ashtuqurat Black Friday, se jemi në gurbet, po edhe kur të vinë vendlindje për pushime, edhe pse ne nuk kemi të bëjmë asgjë me asnjërin prej këtyre festave në thojsa kështu. Në rregull, shumë bukur, derisa ato nuk kanë ndonjë domethënie apo nuk kanë ndikim në jetën tonë, edhe nuk janë festa fare tonat, me shfrytëzua ato zbritjet që disa janë reale, disa janë të fryra, po disa zbritje janë reale, nuk ka gjë të keqe absolutisht. Ti ki me shku me ble për shembull teknikën e bardhë, ose ki me shku me ble rrobat, ose ato. Çka ka të keqe me i ble në një kohë kur janë me lelim, kur ka aksione për shembull. Çka ka problem? Nuk ka asnjë problem, në rregull është. Se ti po e din që ato, domethënë, festat ato as që ekzistojnë për neve, që ka thonë ky pyetsi. Edhe ka shku festat në thojza, domethënë që nuk janë festa, atëherë është në rregull. A mu me besu që ato festa janë festa tonat, ose ndikojnë kështu, apo ndikojnë ashtu, apo kanë këtë domethënë, apo domethënë, atëherë është gabim. Përndryshe, zbritjet e çmive në çfarë do kohë, në çfarë do sezone, nuk ka gjë të keqe me i shfrytëzuar edhe ne si besimtar musliman. Thot, së fundin e ka vdek prindi dhe ne kalon amanet vizitën e disa për njerëzve që ai ka pas qef me i vizitu, po s'ka mund për shkak të smundjes. Të disa kemi shku, disa s'na ka pranu, të disa kemi mbet me shku. Qysh me të përpëtë që të këta që s'na kam pranu në vizitë? Po e kalon baba amanet. Po, ato që i len i smuri emanet, që baba, po nana, nëse janë emanete, porosi që do të me realizua, i realizan. Nëse bjen ndesh me fe, nuk realizan. Nëse prindi, nana ose baba ka thonë vizitoje filanin, mas vdekjes sime, ose mbaj lidhet me filanin, edhe baba e ka pas ato shok, vizitoje, sa i ta kujton babën. Edhe vizita ndaj shokëve të babës, apo vizitat të shokët e babës, është çka një nder në respekt edhe për babën. Edhe për babën është, do të thonë, shej respektit. Talas tala amanet, Po, talas tala amanet. Në veçanti, kur ta lën amanet atëherë zbatoje. Të një grup jemi shku, po thët, në rregull. Një grup s'na kam pranu. Të një grup kemi mbet me shku. Kur gjë s'ka të keqe, s'ka pranua, e vazhdon tjetrin. E të këta që s'ke shku, shkan edhe të këta, vizitoni, edhe krejt në rregull. Që shme vepru është pyetje konkrete të këta që s'te kam pranu. Kur gjë, shkan, nuk të pranon, e thirrën telefon, nuk të pranon, kur gjë, s'ki qka, nuk kine far obligimi, nuk të tyro është ti me i lut ata. Absolutisht, se janë ata ku me ditë si personë është që du të me i lut, se po ma mërmena dhe me konë shumë tip kontrovers, i pa definum, mësë me pranu e familjen e shokut, për që kalon amanet këj me shku, sigurisht këj ka pas në shoqënia, ndonjë miqësi me ta, se s'po besoj që kalon amanet me shku, të dikush që s'lidhet kur gjë familja me ta. Andaj pra, viziton edhe ata të cilët kam bet pa i vizitu, edhe jo keni çu në vend emanetin e babës. Nuk kemi telefonet ende, 33 45 471 848 në numër drejt në Viber e në WhatsApp. Si rezultat i disa keqkuptimeve të punët, do të kemi pas, alhamdulillah, që kemi pas shumë probleme me burrin, por që në fund është vërtetuar që shkaktar kanë qenë fjalët e vllait tij të vogël, për të cilin ja kujdes shumë, edhe njëti ka shpik shumë për mua dhe ka nxit atë me reagu shumë keq ndaj meje. Tash kur burri ka kuptu, e ka leqit dhe ka shtfut në thojë, ndoshta me e veçu, vllani edhe nuk po fol me to. Unë ja kum fal edhe jam interesum me i pajtu këta vllaznit, veç atë më kallzon hoxha çka më përdor si metodë, qysh me i afru vllaznit. Pak shushtimi që po çështë ke i drejt i dërgu. Do me pas parasysh që shkputja e lidhjeve familjare është ndaluar. Shkputja parimisht me shkput lidhjet me familjen, me farefisin është haram, është gjëna. Pse?
sepse Allahu ta ka përzgjedh ty familjen farefisin. Shok ti përzgjedh ti vetë. Ti dënë me mu me dalë me pini kafe, mu vizitu mirë, s'dënë, ama nëse unë jem vllai yt, edhe Allahu e ka caktuar që unë të jem vllai yt, atëherë ti nuk ke drejt me mohu atë që ka dhënë Allahu. Që do të thotë, do të me i mbajt patjetër lidhjet. Ai ka bëu shpifje për gruan e vllaut, për konatën. Kjo ja ka fal, çka ka problem vllau tash me vllaun e vet. Ti moj lidhjet. Kjo gruaja se ka patjetër atë ka vllaut burrit, kur farë obligime ndaj tij s'ka kjo. Absolutisht. S'ka nevojë që tash me shku me nejt aty me konat me shtrim mohabet ku ta di unë. Sepse jo ndër rregulla në fe, kush me kanë mundet me nejt edhe kush me kanë s'mundet me nejt. Po s'po du me hi këtë temë, po sa i përket këtij personit fjalë, ky do të me pas frikë Allahun, nuk do të me shkput lidhet me vllaun. Ato që ka bu keq, që ka bu shpifje për gruan e tij, do të më tërheq urrëtitjen, me thonë këtë pikë nuk pajtohemi dhe nuk është në rregull. Tjerat na e ndajmë vllazëllahun bashk. Se kemi ndoshta prej 100 punëve, ndoshta 90 që na bashkojnë, 10 na ndajnë. Në ato 10 që na ndajnë nuk jemi bashk. Nuk të përkrajnë në shpifje, në rrena, në mashtrime, në dollovere, në përgojime, thashë thonë këtu s'përkrajnë. A mund të përkrajnë këto shumë tjera që janë. Kështu që nuk lejohet, as më tepër kur janë edhe vëllezër biologjik me ndërprej lidhet, se kush e shput lidhen me farefisit, i shput lidhet me Zotin. Kush i mban lidhet me farefisin, i mban lidhet me Zotin. Kështu na mëson pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si rezultati smundjeve, për çka jam smundje, po thotë, subhanallah, jam operu viteve të fundit 3 herë. Në mesin e barrave, po më thonë që ka, nuk e di këtë pjesë, po lezoj që po pyetsi, për mbajtjen edhe gjelatin të derrit. A me përdora apo jo si bari, sepse edhe ato zavendësimet më kanë thonë që ka injekcionet thotë janë të shtrejta dhe të rënda, por që me pak ndihmë ujme i bie dhe me i përdor ato. Si do të thonë përdorimin e barit ose ilaçit me fjalë? Barrat që janë në përbanatorët tona, ato janë të përpunuara kimikisht. Të përpunuara kimikisht. Dhe derisa bëhet ai si hap apo si vaj apo diçka që bëhet për me përdor, ai ka lënë disa procese të fermentimit apo ndryshimit. Kështu që lejohet me përdor, edhe nuk ka asgjë të keqe, kuptohet nëse i ka rekomanduar mjeku që është specialist i asaj fushë. Pas kanë shkru prapë për zor, po ato u diskutun. Elhamdulillah, thot jam mbuluar së fundi rishtas dhe së shpejti dar Zoti edhe do të martohem. Siç e thon buna e të dalurit dhe të folurit në shtëpi tash jam te baba, por edhe kur shkoj te burri. Po të njëjtat rregulla. Qysh me i dal, po të kësosh shtëpi të babës ose të na kushon te burri? Njëjtat rregulla janë ato si me mbulesë, si pa mbulesë. Ka domethënë rregulla që janë të definuara, njëjtë, s'ka diçka tretash. Aty në mëshkë që lejohet me i fol, pa mbulesë lejohet me i fol edhe me mbulesë. Aty në që lejohet me i fol me mbulesë, aty në që lejohet me i fol kur ti je pa mbulesë, lejohet me i fol edhe kur ti je me mbulesë. Aty në që s'lejohet me i fol kur je me mbulesë, s'lejohet as pa mbulesë. Domethënë, janë të njëjtë ato, edhe te burri do me thonë që të rrethin e ngushtë, kivi e rrin e burrin edhe fëmijët që ata sa do me thonë e kjetë familjen e ngushtë, me që ata tjerë që ka e ki ma të lartë, nuk e ki obligim as me po kujdes, as me folë për doras, me zgjatë mohabetin shumë me ta. Keme telefonat të bënë me dje kushtrimi, nëse jemi në linjë me telefonuesen ose telefonuesen, e mirëpresim ose e mirëpresim. Alo, urnëni? Apo jemi ende... Alo? Po urdhani, jeni në linjë, për drejt. Nërmama, selam aleikum. Aleikum selam, edhe juve. E kam një pyetje për hoxhën. Po, veç urdhani. Puna e senetijës, syrit vetar që është. Po. Për fëmijës, ashtë ta pes hoxhën, jashtë me flutit që e di që e bojmë gjithë, që është obligative. Atë me flut kështu në seneti, a ka
mos predispozita islame dhe të lisen tjetër që do të praktiku në sineti pasi që di që rrit fetar pak ma usesht hoxha me na sfelu. Po, inshallah. Ka është më në përgjigje. Faleminderit. Ndëruar qofshit. Pyetje tjera? Jo, s'kam faleminderit. Jesh, ndëruar qofshit. Selam aleikum për të mirë. Aleikum. Po, hoxha, Sunetia është një traditë e vjetër që daton prej pejgamberit Ibrahim a.s. I pari që është bos sunet prej njerëzimit është Ibrahimi a.s. dhe është bo në moshë të shtyrë. është bo në moshë të shtyrë. Pastaj këtë traditë e ka liqësue, e ka përkra, e ka promovu, e ka praktikua dhe pejgamberi Muhamedi a.s. Kështu që ne si prindër kemi disa detyrime ndaj fëmijëve të përsalindur dhe një prej detyrime fillestare, që është mirë të preferohet në ditën e 7 të fëmijët të përsalindur është me bo sunet. Jo 7 vjetë kur t'i bën. Se po i të merrojnë fëmijët i lanë deri kanë 7 vjetë, 10 vjetë. Edhe ai pastaj kur po vjen momenti me çute miu, ka i po friksohet, po bëhet e madhe, edhe çka po ka çrregullim emocional. Edhe po shkojnë ditë e javë derisa po vjen fëmiu vete. Kështu që rregulli fetar thotë sa më herët më mirë. E preferohet fëmijën e përsalindur me bë sunet në ditën e 7. Ky vllau tha, unë s'pas na dëgjoj kur këto, hera e parë që po dëgjoj përveç tha çka do të më bëj, tha me rastin e sunetimit të fëmijëve, përveç tha që do të më bëj me vlot që kemi obligim. Kurse pas na dëgjoj hera e parë. Kemi bërë gjë duke thosur në obligim. Po, hera e parë që po dëgjoj që është obligim apo është e pëlqyer apo është e preferuar me bëj me vlot kur lind, kur bosën e fëmia. Çka ka këtu të bëjë me vludi që është lindja e pejgamberit? Se me vludi thuhet lindjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E aty thurën vargje, lexohen poezi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka lidhen ato poezit? Çka lidhen me sunetimin e fëmijët? Fëmijët ju ka hik çka në që me thonë në lëkure hol, në rreth rrotullima që me qujt ato, që është në organ, ju ka hik ajo, edhe e gjunë bërlëg, e s'ka kurfar do me thonë, e lëkur është e padobishme. E është lëkur e padobishme. Pse me organizu diçka. Ti e qënë atë të kirurgu i fëmive, ja hek atë tëp, kryet muhabet edhe vazhdo në jetën, s'ka kurfar ceremonie fetare atë. Ti ke kryet do me thonë detyrime që i kide e fëmisë. E tash ti, se me i thjeti njerëzit edhe me çka, me batu me vlot, edhe me ngarku familjen, edhe ku e dyne, me boni diçka që s'lidhet me sunetimin hiq. Kështu që vllai nderuar, me rastin e sunetis, çka do të me bo? E merr djalin, në ditën e 7 kur të lind, ose edhe ma vonë pak, po mos me lanë, me u rritë me kuptuaj sendet, e pastaj me u friksue, runa zot me përjetu në i farë krizet, runa zot edhe nervore, sepse që ashtu për para, e dim na qyshe kemi... Po, e dim na qyshe kemi përjetu, që sot do me thonë, po shkojmë ka pleshnia dhe njëri ende e ka në kokë, atë merën, kur i kanë organizu atë në grup, dikush ka i ke kapne, e me ishti një dhomë, e me i mbyll, e pastaj në sezon, në kolëm, në zetësis, në korrekt, infekcione, s'ka pos mjetet qyshen sa dhe kuta dione. Pra, jo e veprim, po e bon, çka du të me bo? E merë fëmijën e vogël, sa ka lind, e qënë të kirurgë i fëmijëve, e ule aty, me anestezion aty lokal, rreth organit, në aty në kur aty jep ato injekcionet e vogla, edhe e pren ato, e qep, e dezinfekton, edhe qënë shpe, edhe vazhdon, ha drek, ka dal, ka varën qëfar koja, ka ftjalla me familje, edhe për një copë lëkure që ka nevoj më mbledh njerëzit aty më dhe i vëgël, se ku ka bon hami, pse ku ka hik një copë lëkure pe një thmijet për sa lindën. E dikush thëtë që ka me i ba sajna, që ka me i ba qëtje maci sa qenit e hanë, edhe ose gjuje shport bëllogu, dhe nuk ka e shajta e lëkura, kur fa problemi, si kur shamu njëri me hik në një pjesë tjetër pe i trupit, dhe me thonë që me ba. Ko që s'kja me bo. Kështu që nuk ka nevoj as një sen me bo, absolutisht, heq nuk ka nevoj, edhe qështu ka vepru edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qështu kanë vepru edhe shokët e tij, qështu kanë vepru gjenerat ma gjenerate, deri dikur pastaj në disa vende kanë fillu, në disa vende, jo në Kosovë, në vende tjera, kanë fillu me rastin
e synetimi të fëmijëve pastaj bëhet edhe një dasëm, martohet dikush, e çfarë të tani? Dasma e syneti fëmijëve, ku diun çka bën e vëllai. Ju dha ditë punë. Po, dikush kanë, dikush gëzohet. Jo, synetimi është proces i lehtë, kryet ose te mjeku në ordinancë, ose në shtëpi vjen mjeku, e bën pagesën, ja çet një kafe mjekut nëse e ki në shtëpi, edhe ai vazhdon punën e vet, ti vazhdon punën tonë, shkon puna, shkon në shkolla, në xhamia, ku ki me shku, vazhdon jetën edhe as nuk ka nevojë marr dikush me thon për hajër që bën fëmijë synet, hajër pa që edhe ty të ka për hajër, s'ka këtu diçka se sa boku me ditë në diçka që më thon ja vlen për më mbledh, a ja vlen për me diskutu se në Amerikë si të lind amerikant në këto 20-30 vitet e fundit, ata nuk bojnë për shkak të fesë. Se krishterët nuk e kanë obligim synetimin. Hebrenjet e kanë obligim. Edhe muslimanët e kanë obligim. Ndërsa të krishterët nuk e kanë obligim, me për shkak të pastërtisë. Edhe me ik infeksione, me ik aty në të këqijave, në Amerikë me të madhe, dhe kur po i bojnë, si po lind aty, me një herë pas lindjes pjahjekun edhe atë lkurën e holl, edhe kryet mohabeti. Kështu që vëllai nderuar mos e ngarko veten, sa bën ti aty pagesa, e bën harxhime. Nëse ti ke qef për me dhon për fëmin tën, ep sadak. Sa po bën çat fal dreke për shemb me 10 vet, 20, 30, 200 euro, 300, 500. Epi fukarave, jepi jetimave, jepi studentave, të varfër që s'po mujnë me i regjistru semestrat, jepi të smurët që s'po kanë për ilaçe. Ma mirë me i dhon atyne se me dhon mua vëlla kur jam shtash e mirën. Se ata që i thirrë aty, ata kanë me hangër, kanë me pije, ata që knojnë kime i paguë për çka? Për një lkurë që hek për i trupit. E njëri për hek zemrën, e për këthen veti, edhe s'po bëhet kur fat tubimet, kur fat manifestimi, e lemo për një synetim me bo gjithë ato harxime apo ato shpenzime. S'po tregon kush për thot selamet sinqerta të përzemërta nga Shkupi për hoxhën dhe juve si moderator. Aleikum selam. Aleikum selam. Allah nderoft. Vazhdojmë tutje. Kujt i takojnë më së pari me i dhonë sadaka për prindrit tanë të vdekur? Mas pari, sadakaja e takon fukarave që i kemi në farefis. Nëse prindrit tonë ka vdek, edhe na po dojmë diçka me bo mirë për prindrit tonë. Po dëshirojmë me bo mirë për prindrit tonë, atëherë puna e parë që bëjmë për prindrit tonë të vdekur është doja, lutja. Me u lutë për ta. Nuk ka punë më të mirë, nuk ka punë më të dashur për të vdekurit tanë, për prindrit tanë të vdekur, se sa lutja doja. Nuk ka sen që i gëzën ata në jetën e varrit, se sa doja që e bojnë pasarësit, trashëgimtarët e tyne djemt edhe vajzat, pastaj nipat edhe mbesat, vëllezërit edhe motat, e kështu me radhë. E pas doas lutjes, puna me mirë që mund ta bëjmë për prindrit tonë të vdekur është sadakaja, lëmosha. E ku me dhon sadakan? Me dhon të varfërën nga mesi jonë. E prej mesit tonë, prej kujt me fillu? Prej familjarëve. Ma mirë është ne të afërmit të mi, lazillaku tem me dhon sadaka, që janë në krizë, se sa me dhon të varfërën në Afrika, apo në Azi, apo në Amerika, apo në Australi. Sepse të pasurit e një vendi e dhon sadakan edhe zekatin për të varfërit e atij vendi. Të pasurit e një familje, po e zonë familje e madhe që është gashi, ose shala, ose kasniqi, të pasurit e tyne e japin familjen e tyne, se edhe ata gasht, edhe shaljant, edhe kasniq kanë të varfën qyshja. Kjo është me e mira. Po nëse nuk gjenë, pastaj del dikon, matutje. Nëse je prej besimtarë që shkon xhami, shko te hoxha, të kallëzon, ose te xhamati. Kush është i varfër në këtë lagje? Sepse çdo xhami, një farforme, e luan rolin edhe të institucionit humanitar. Se paraqiten të varfrit e lagjes aty tek hoxha në xhami, edhe pastaj hoxha organizon me xhamatin, edhe ja siguron ushqimin, pijet edhe veshmbathjen. Edhe thuj se çdo xhami këtë e bën, po flas për këtu në kryeqytet. E ndoshta edhe këtë Kosovën kështu është. Mirë po alhamdulillah, po flas për xhamin, unë ku shërbej aty, ku jam shërbëtor aty në xhami, aty pak raste shumë të rralla e kemi të lagjave që vinë xhami e që janë të varfër. Ato lagje që kemi rreth xhamis. Zakonisht nevojtarët vinë për lagjeve tjera,
ose prej qyteteve tjera, prej fshatnave të ndryshme, se aty në rrethin e ngushtë, elhamdulillah, nuk e di unë që sa vite jam, gati 20 vite, nuk e di rrallë në rast që ka ardhur, edhe nëse ka ardhur, kanë ardhur me lyp pare kështu kesh. Amo, unë këmë thonë, da një ushqim, buk, uj, rroba, para, bën minimum 50 euro 100, jo 50 euro 100 me ti mupë, se me ti dhonën e ty, se do më thonë, së qëllimi që kanë me ble ushqim edhe pije, qëllimi është qka me ble diçka tjetër edhe me abuzu me parat e sadakas. Pra, nga kjo që e thash, me përmbyll ma shkurt, sadakan u epni në radhë dhe parë të varfërve nga mesi juaj. E nëse nuk gjeni, pastaj u lumtoni gjeni edhe në vendet tjera. Po do të mundësis kanë pas qef po amanet nuk nga kanë lënë prindrit për me bo haxhin për ta. Tash që ne kemi mundësi fëmijëve thot, a më ja kry njerë umrën e haxhin apo qysh me vepru në këtë rast për të dy prindrit tanë të vdekur. Allah është shpërblet. Po, nëse prindi ka vdek dhe i ka pas kushtet me kry haxhin. Edhe kalon pasuri me të cilën mundet me u kry haxhin, duhet pa tjetër me krye, se kjo bësh ndaj Zotit. Pa tjetër është haxhin. E tash, ai që shkon me kry haxhin, është mas miri familjarët me shkua. Po e zau, më ka vdek mu baba, elhamdulillah, baba e me ka kry haxhin. Po, se me që dikën tjetër, shkoj vetën, ose shkojnë vllazrit e mi, ose shkojnë djemët e mi, ose nipat e mi. Mas miri kështu është. E ai kur shka me kry atje, e kryn edhe umrën edhe haxhin. Një u dhe 2 punë. Jo tash ti 10 orë që jetë e kryen umrën, e tash ti kur vjen haxhin në maja kur është si vjet, tash që edhe një herë për haxhi. Jo, një herë shkon edhe kryen edhe umrën edhe haxhin për babën e vdekur, apo për nanën e vdekur, apo për vllahun, apo për motrën. Andaj do të me pas parasysh se nëse prindi ka vdek, nana dhe baba, kanë lënë pasuni, nuk është patjetër me lënë pare, po ta ka lënë shtëpinë, ta ka lënë banesën, ta ka lënë dyqanin, ta ka lënë arën, ta ka lënë fushën, ta ka lënë malin, ta ka lënë kerën, ka lënë pasuni, që me atë pasuni më nësh me ja kry haxhin, atër ti e ki për obligim, sa i ka me të bësh tek Zoti. Sikur që ka mbet dikush bësh tek njerëzit, a do të me i krye, për shembull vdes dikush, edhe i kalon 7.000 euro borx. Kush do të me i krye ato 7.000 euro? Djemtë edhe vajzat e tina. Sa i bëshlia ta troket derën. E tash te i borxhin ndaj Zotit, pse po neglizhohet, pse po lihet anash. Kështu që i këshilloj ata djemë dhe vajza që ju kanë ndek prindrit, edhe ju kanë lënë sado pak pasuni, që me atë pasuni ata mundën me ja u kry haxhin prindve, le t'ja u kry. Këta s'pas kanë pas, s'kan pas pasuri, po qef po. Tash ne kena po pasuri, po dojmë për ta, ose se kanë lënë amanat. Qysh s'kan pas, ta s'kalon ai baba dhe nona shtëpi, ajo shtëpia ka vlerë. Se ta lën shtëpinë 200.000 euro, 100.000 euro thotë jo s'kalon kurrë baba. Çfarë valla s'kalon kurrë. Ja lën në qytet 50 are, ja 30 are, e që një are kushton këtu në kryeqytet 30.000, 40.000, 50.000, thotë jo s'kalon valla fare për haxh. Lën dyqane, lën banesa, lën tokë në katon. Tash te ke po në për katon dhe këso që po shritet toka. Ato katonet malore si xhungull që kanë përpara që s'ke kërkush pal me ta dhon, tash 3.000 are. 3.000 euro një ari po shkon. Shitin një 3 are dhe krye haxhin. Allah, ne ku menu e shpare. A ne ke mendu tek, te ke menu gabimisht, me në mirë. Edhe pyet. Ka shpedim. Po pyet, do të me pyet. Pra, çka do që të ketë lënë baba dhe nana? E ajo ka vlerën e haxhit që mundet me u krye, atëre do të me ja krye. Po s'kalon kurrë hiç. I kalon me qera për shembull. Po amo ka pas që baba dhe nana. Mja krye. Kryja se e gëzon shumë. Është për dhuratave që e gëzon shumë ato në jetën e varrit, babën edhe nënën. Allahu alim. Ne presim telefonatat në çdo kohë deri në orën 9:30. Po do të si qëndron punat hollave që përfitohen nga sigurimet në rast të ndeshjeve në trafik, sa i kemi halal ato. Ne përfitues të tyre, unë personalisht si invalid, për të cilat me shtetin ku jetoj jam marrë veshje me i marrë në baza majore si një lloj rroke. Ky pyetësi
ka bon ndeshje dhe ka Po, me ka me të invalid. Po. Tash para sigurim që ka pagu, u marrë vesh pjesëtet me smemor, trosh po do të baza mujore, si në thërë gësaj kom në rregull. halon këtë rast. Në rregull është. Si ti pajtojmë dy vetë që janë prish, e idhnu me vetë të tashë një kohë të gjatë për një fjalë goje, si pas të dy rasteve. E që kjo po del, që asë njëri s'ka thonë kur gjë kesh për tjetër është një shpifje një personit tretë. Që ka që shpifje? Hajri shumë. Nuk e di çfarë burrash apo çfarë besimtarësh janë ata që idhnohen për një fjalë goje, as më tepër kur ajo është një shpifje, ku ta dione. Do të me kuptu një gjë, shpejtim, besimtari nuk idhnohet. Po nëse idhnohet, shpejt pajtohet. Se janë 3 kategori të njerëzve. Këtu janë burrat edhe gratë. Një kategori e njerëzve është vështirë i hidhran, po kur hidhrohen, vështirë i pajton. Zoti mos na bëj prej tyre. Amen. Një kategori janë vështirë, let i hidhran edhe let i pajton. Let i hidhran edhe let i pajton. Edhe për këtyne Zoti mos na boft. E një kategori që ka thonë pejgamberi, kategoria më e mirë, vështirë është me i hidhrua, po kur i hidhran shumë let i pajton. Allah na boft për këtyne. Amen. E këtu me këtë kanarin ton, të në vendet Pas tonë. pavër të tua, se që është. Jo këtu kur idhnohet një redin, thonë, ky burri i madh është. Sepse ma idhnim. Këto vështirë me idhnu, po kur të idhnojsh, s'ka kush e pajton, shumë burri i madh. Burr në thojza. Andaj këta që du të me botë, cilë është më i mirë për tyne të me filloj pari me i folë. Me standardet e... Dikush i tretë po folë, se po Po, po më tiglan, po. Po për i thonë që tina personit, njëni për këtyne dyja që ma bërri mirë, du të me jadhon t'i këshilën, me i thonë, fillat ti pari për shëndete me selam. E kodë gjatë nuk lejohet me u hidhrua. As ma tepër në qoftë se janë praktikues të fesë, besimtar musliman. Muslimani nuk lejohet ma shumë se 3 ditë mos me komuniku, mos me folë me vllahun e tij besimtar musliman. Mirë, po ma i miri për këtyne, dyve që janë idhnu, është ai i cili fillon i pari me selam. Kemi telefonat të banë me dje kushtrimi. Ala, urdhani. Selamu alaikum. Aleikum selam, urdhani. Aleikum Jeni selam. drejt për drejt. Ju përndes ju dhe me hoqën e nderuar. Edhe ne ju përshëndesim. Faleminderit. Një të gjusë nga Suedia, për momentin jam në shafërej autobusit, po te kam me bo një fikre hujë. Po, vlla, veç urna. Gjatë kohës kër dhe krynë namazin kohë, hajnë një orë punës, edhe nuk po kina kohë për me jetë të spetë dhe me bo doan mas i ta bëjmë namazin. A prish punë mas i kohës kurtë se në kohë e prishëm namazin, abdesin, a bëjmë një jetë të spetë edhe me bo doan. Edhe pse unë ka prish abdesin. Po, Se normal, shpe gjdo për të namazin një të spetë dhe Në rregull. e qartë. Morë punës, ku asë përëndon në bo doan një jetë të spetë, a bëjmë mas i kohës, edhe nëse e prishëm abdesin, a mujëm një jetë të spetë edhe që brenge po, pra dina me Po, vlla, ndërru me qartë. Inshallah s'ki brenga tjera. jo, tash... Hada, Allah i trujt, vlla. Vija. Allah i trujt. Po, tash e marrë përgjigjen, inshallah. Jo përshëndes, faleminderit. Edhe me ju. Edhe na të përshëndesëm me kujdes, Allah a jetu vëzit se po bënej aksidente në sen, po me pas kujdes. Se i përket dhikrit pas namazit, të spit që bën mas namazit, ato nuk janë fars, nuk janë patjetër. Ajo është të më thonë sunnet, punë vullnetare, që është shumë marrë dhe mirë me bën mas namazit. Mirë po, nuk e kuptoj pse është pengesë, ky si shofer autobusi për shembull, të vozit me boda lutje. Për me boda nuk do të më qu durt patjetër kështu. Kjo është më e preferuar. Po edhe nga njëherë të vozit aty bën Allah, fal mi gabimet e mia, gjënat e mia. Allah, ma prano këtë namaz, këtë lutje, këtë dua, këtë ruku, këtë sejdë, këtë lexim Kuranit, këtë qëndrim kam, këtë punë që e kam bë. Lutu për vete, për familjen, për prindërit nëse janë të gjallë, që Allah me i forcu me iman në islam, po nëse janë të vdekur që Allah t'i mëshiron, t'ja fal gabimet, t'ja shtën shpërblimet, e kështu me radhë, nuk është patjetër të me ngrit durën. Tu vazit aty lutu, tu vazit thuaj subhanallah. Edhe kur fart keqe nuk ka.
tu vozit, bashkë ki vëllanin dorë, te gishtat I ki aty, për para shef atje, edhe me këto pjesë të gishtave, e bën dhikrin, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah. Po nuk mundesh hiç. E mas një kohë e ke prish abdesin. E tani kur e prish abdesin u lirova, mundesh me bë dhikrin, me bë të spit, po I bën se nuk ka kusht. Nuk ka kusht me pas abdes kur të bëjsh dhikr, nuk është farz, nuk është obligim. Nuk është obligim. Kështu që kjo punë është e lehtë, më rëndësi është me fal namazin, pastaj dhikrin. Nëse mundesh me një herë, e bën aty, s'mundesh e bën autobus. Nuk mundesh kur shkon atje në stacion edhe atje në garazhe, lën autobusin, çfarë bën, nuk është kufar problemi. Pyetje që profesori se ngjashme me po lexojmë për hatër korreksis, po thotë kush ka të drejtë, kush e ka obligim umrën e haxhin dhe sa herë duhet kryer në jetë që të dyjet prej tyre. Edhe lejohet dhe nëse po kush duhet me bë umrën ose haxhin për prindërit tanë të vdekur. Domthonë si diçka e ngjashme kjo edhe më herët. Se përket haxhit, haxhi është një prej shtyllave kryesore të fesë islame, apo një prej atyne 5 shtyllave fundamentale të fesë. E 5-ta prej shtyllave kryesore të islamit është haxhi, është obligim, është farz një herë në jetë për atë që ka mundësi me krye haxhin. Këtu janë mundësit materiale, po janë edhe mundësit tjera, se nga njëherë këti mundësit materiale I ki, po qëllon pandemia, s'mundesh me shkue, qëllon lufta, nuk mund me fluturu avionat, për toke nuk mundesh me rrezik. Po është rrezik tash, për shembull ka Iraku, ka Siria, s'mundesh me udhëtue, ka me shkue. Andaj, nëse ti ke kushtet materiale, edhe liria e lëvizjes është, atëherë ki obligim një herë në jetë haxhin. E kur shkosh në haxh, aty e kryen umrën mas pari, e pastaj e kryen haxhin edhe në rregull. Valla po duhen më shpesh. Po du me shku më shpesh, po atëherë shka çdo 5 vjet në haxh për shembull. Nëse ki kushtet. Mirë po, jo sikur dikush çdo vjet shkon haxh e numre, a kur një sadaka, a një zekat nuk e jep. Edhe kjo nuk është në rregull. Pra, do të më rëndit sendet. Tjetra, kush e ka obligim me shku për prindët e vdekur? E kanë obligim familjarët. Ju djemt edhe vajzat. Prindëve që ju kanë vdek, ju e keni obligim ja krye haxhin edhe umrën prindërve. E tash ku shkon për juve, ai që ka kry për veti haxhin, ai që ka kry për veti, ai që shkon për dikon, që shkon bedel, zavendësim, ai duhet me kry mas pari haxhin për veti, pastaj me shku për dikon tjetër. E nëse këta familjarët e ngushtë se kanë kry haxhin asnjë për veti, atëherë dikon prej familjarët që janë më të lartë aty në familje, e dërgojnë, e çojnë një shok, apo një kojshi, apo një xhamatli, apo një mik, apo një dashamir. Edhe kështu kryet. Kemi telefonatën e radhës, ndoshta e fundit për sonte. Alo, urdhani. Po, veç urdhani, drejt për drejtini, në studion e RTV Pendimit. Urdhani. Disa me boni pyetje për vajzën tonë, për shembull, e kena pas smut, u kanë shkollë 13 vjetë, e ka pas probleme në shkollë, e s'ka kallëzu, dhe u fal një kohë, e tash rasti pak në depresion. Por e kam një parendimi të keq, po thonë, pse s'na ka kallëzu, desha me ditë i votës me përgjigje, a ka saktim, apo po thonë, nuk ka bota shumë vezvese, pse se ku vetë ma shumë, një andru shkollën, apo diçka, se s'pytje këta ishtë. Vajza 13 vjeç probleme në shkollë? 13 vjetë. Nuk ka pas diçka në shkollë, ata s'kanë pas që t'jo më falë, s'ka knesh, po vetë që ka pas që qatë shkollë në shkollë, për desha në ditë i votës, a ka në saktim e arahët. Edhe se nuk ka bërë vezvese, për thamë, se si për marrë dhe me dhe ma shumë, që me thamë, shka që se Tash qysh është vajza? Po tash mirë, kemi pas Kosovë se na jemi jashtë, i kam shkru hapa, dy ditë, tash është mirë, shmë po një herë nuk po falë, që e problem kusë ma shumë, po lutë në rëmë, po, se di. Në rrë. Po, tash e marrë përgjigjen në qalla, që ndërën e linjë, po. Dhe fillimisht e lutim Allah në madhruar që vajzën tuaj, po edhe vajzat tjera dhe djemt që kanë shqetësime, probleme, që t'u lehtëson me kalu këto sprova, këto kriza, ata që janë të smur, Allah i shëroft, ata që janë të pauzum, Allah i udhëzoft në rrugën e drejtë. Pse ka ndodhur, tash ajo ka marrë fund.
ajo është diçka domethënë që është kryena, nuk mundem me kthy mrapa me I lyp tash te ato shkaqet pse ka ardhur tek ajo. Tash duhet me marr prej sa të tutje me vajzën. Çka? Edhe këshilla ime është adresa e parë është me pasaj kontakt me një psikologe, kontaktet me pas të vazhdueshme, qofshin ato javore apo mujore, nashta javore s'ka nevojë, me mujt me I bë edhe live, aty me u shpreh ajo, sidomos tek ne kemi disa psikologë, për mashallah Zoti I rujt, edhe besimtare edhe muslimane, edhe ajo me u shpreh dal ngadal me nxirr krejt ato që ka për brenda. Ose nëse nuk don, atëre tani mësuese e fesë që ne I themi hoxhanic, që janë të përgatitura këtu të ne kemi alhamdulillah në Kosovë, është ai departamenti I grave aty në Bashkinë Islame, ato motrat tona ato janë secila me zoja se tjetra, me shku me një hoxhanic 4 sy, krejt mi treguar. Sepse unë e shoh domethënë që besueshmëria në popullin ton, nëse e shohim te kush është më e madhe, është te institucioni I Bashkisë Islame, është institucioni I hoxhës. Vjen njerëz për shembull të fol për gruat vet, fol për djalët vet, tregon për vajzën e vet, tregon për babën e vet, për nënën e vet, ato gjëra që kursi tregon dikun tjetër. Pse hoxhallarët janë besnik edhe mbajnë atë fshehtësia sekret, e këshillojnë, e udhëzojnë çka do të më bë. Kështu që elhamdulillah që ajo pas ka kalu këtë farë krize, e pse unë s'jam kom më interesuar, mesazhi është tash e tutje intereso për të edhe për fëmijët e tjerë. Te edhe çdo nan prioritet do të më pas fëmijët. Pra do të më pas fëmijët prioritet çdo nan. Baba do të më pas prioritet familje me furnizue, me ushqim, me pije, me veshmbathje. Me siguro kolmi mbi kokë, ndërsa nana mbarvajtjen e familjes brenda për brenda familjes. Se ka kohë e shtirë. Baba jashtë të ditën, nana jashtë të ditën, fëmijët çojnë për kopshtën e për çerdhe. Pas ka edukatore, nuk ka sikur nana dhe sikur baba. Do të me harru këto. Nuk ka dikush që jep edukatën, kulturën, edhe që ja dën fëmijët të mirën që ja dën nana e pastaj edhe baba. Andaj tash e tutje të intereso për vajzën tonë. Ajo tash unë nuk po e di në rrafshin emocional, në rrafshin psikologjik, që ka gjendjen, po nëse ajo nuk është ngarkuar shumë, ajo do të më fillu me lexue, do të më fillu me mësue, do të më fal patjetër, po nëse emocionalisht është ngarkuar dhe psikikisht është e rënduar dhe ka çrregullim stabilitetit emocional, atëherë një kohë do të jam me pauzu edhe për leximit se veç që rregullojnë edhe më shumë. Po kjo nuk është përgjigja ime, se unë nuk jam psikolog apo psikiatër edhe më jallon me vul. Po sipas njohurive që kam, kur fëmia ka kështu me thonë kriza, edhe ato kalon gjuhën, kalon shenja, ai një kohë duhet pak me ne qetë, mos me ngarku me kurrë, me lon njërin të lirë. Sepse truni është I çrregulluar, nuk është stabil, nuk është I qëndrueshëm, edhe nuk I kupton mësimet. Se ka përjetu do trauma, ka përjetu disa ndryshime. Sa njës bëhet nervoza më shumë. Ka përjetu disa ndryshime që s'ka qenë e përgatitura për to. Po këtë do të më thonë psikologu ose psikiatri, që ju e keni pas atje, këtu në Kosovë e keni pas, jeni konsultue, në rrafshin fetar do të me trajtu në mënyrën më të mirë, me butësi, me dashuri, me dëmshuri, si non, edhe çka më ja plotësua ato kërkesat që janë reale, pse ajo ka probleme, nuk plotësohet gjithçka që ka kërkon ajo. Dhe nuk do të me pas temë debati, diskutimi çdo ditë gjendjen e saj emocionale, çdo ditë shkollën, çdo ditë problemet që I ka pas. Mbyll atë dosje, tash në farë forme me I marrë do mësime prej psimit, me marrë mësim, prej lëshimit, pra me marrë mësim, mos mi përsëri në termen, po jo tash ajo çdo ditë me marrë me çato. Do tash me kalue në fazë tjetër, që është faza e rehabilitimit, edhe e rahatimit e qetësimit të saj, edhe duhet me boda lutje tek Zoti, edhe duhet me të mirë me I treguar që nana po të këshillon për I punëve më të mira, që të qetëson, që të rahaton, që të stabilizon, që të forcon me kalu këtë sprovë, këtë shqetësim që ju ndodh edhe të tjerëve, është namazi. Edhe padyshim, kjo nuk është për me ngushëllu ato, me ja bo një lloj ngushëllimi, po kjo realitet, që nuk ka sen që të rahaton e që të qetëson, e që të bën fort që ndrushëm të stabilizon se sa namazi. Pra, çka ka ndodh, caktimi I Allahut, ka ndodh ajo që ka ndodh, tash na
vazhdojmë me një përkujdesje pak ma të madhe, edhe me një përkushtim, edhe me një vëmendje ma të madhe se sa që keni pas përpara. Një sen mos e harroni se lutja është një prej gjanave ma të mira që mund t'i ndihmon vajzës suaj në këtë proces, dhe e dyta edhe sadaka me dhon. Sigurisht familjet tuaja atje ku jeni në Kosovë apo të fqinjtë tuaj keni të varfën, nëse nuk i keni këshyni edhe matutje se kanë herë unë në shpëtim thëmë elhamdulillah që i kalon Zotë edhe të varfënit. Edhe këta nevojtarë se ku me dhonë vëlla kanë herë. Po se ka njeri të unë vjen në xhami, thotë unë s'po di vëlla, po jetoj në Gjermani, po jetoj në Zisë që 3-40 vite, s'po di vëlla ku na më dhon, s'kam familje. Edhe kur ja agenti dikon, e di çu gëzohet. Di gëzohet kur shkon në viziton e shes fargjendje, kape aty që i morën gratë dhe fëmijët. Edhe thot ta posh hajrin, se edhe gruaja dhe fëmia po thon kukuna, sa harxhimet po i bën, sa shpenzimet, që shtu pas këto. O, ka këtu të na sikur në Afrikë që jetojnë. Janë raste të rralla. Andaj edhe me sadaka i ndihmon vajzës, sepse pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë dawu mardhakum bi sadaka, shërani të smurët tuaj me sadaka. Se sadakaja përveç rolit ndikimit që e ka të madh, e ka edhe një rol në ndikim në shërimin e atyne që janë të smura, po atyne që kanë shqetësime. Hoxha, Allah shpërblet, faleminderit për sonte. Allah shpërblet juve dhe të gjithë ata që deri në këto momente ishin me neve, lusë Allahun Teala që të na ruan nga të këqija dhe keqbërësit, dhe lusë Allahun Teala që të na begaton me mirësit, begatit të cilat po na jep dhe janë të panumërta, po të na ruan këto të mira edhe të na shton të mirat e tij, sepse ai ka thonë, nëse ju më falenderoni, unë e washtoj, nëse ju i mohoni, atëherë dënimi im është i dhimbshëm. Ne e falenderojmë Allahun dhe ju falenderojmë juve dhe të gjithë ata që deri në këto momente ishin me neve, deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Të takohemi edhe sot një javë dërë Zoti i Madhëshëm, dhe të qëndroni me ne dhe me emisionet tona. Selam aleikum dhe mirëmbëjtje. Assalamu alaikum wa barakatuh.